Klotilda, ke bërë shumë dere në jetë, hajdi numërojmë deret që ke bërë në jetë, apo ti në fakt nuk i në këti bilanci? Në fakt, çdo njëri që ka bërë ndere, i hynë këti bilanci. I hynë? Po, sepse nderi në vetë është një lloj dhurate që i bëhet dikujt, që nuk mund të marrë si shpërblim i monedë të caktuar, por natyrisht minimumi që mund të kërkosh është mirënjohja. Dhe në rastet kur mirënjohja nuk të kthehet mbrapsht, atëherë nuk e di pse i ndodh njeriu që ta quaj, ta llogarizë dhe ta përmend. Nderin unë kam bërë patjetër gjithmonë. Po ti ke bërë nder të unë se ke dashur të më ndihmosh, unë nuk ta kam kërkuar të më ndihmosh, nuk kam kërkuar të më bësh një nder. Do me thënë, ndryshon nëse unë ta kërkoj ose jo, nderin që më bën? Jo, nuk ndryshon. Nuk ndryshon? Jo, nuk ndryshon. Duhet i dish listën e ndereve, se Klotilda me qetësinë e saj e hodhi shashkën. Po bërë ndere, duhet i mbash mend kujt ja ke bërë dhe si i ke bërë. Si është në pozicionin tënd? Jo, për ishtë së vërtetës unë nuk i mbaj mend, edhe unë di që marrë një lloj kënaqësie dhe është një proces nga i cili dali vetë plotësuar, duke menduar se po i bëj nder apo po ndihmoj dikë, po nuk më ka shkuar asnjëherë në mendje për ta mbajtur shënim se me shumë mundësi edhe mund të mos kthehet. Po kjo edhe mund të mos kthehet, pastaj është çështje objektive, mund të mos kenë mundësi, mund të mos kenë, edhe do të trishtohesh apo ti numëroja. Kështu që zgjidhja ose një lloj autovaksine është më mirë të mos e numërosh si nder, se sa ta mbash kështu ta arkivosh. Rim në këtë raundin e listës. Ajo është gazetare, ndoshta prandaj e ka bërë listën. Jo, s'kam bërë listë me të është ti ekonomist. Jo, jam arkitekt po. Listë që ndron brenda njerëzore, brenda shpirtit? Brenda shpirtit, nuk ka lidhje dhe ndërgjegjes. Në ndërgjegje? Nderet që ke bërë? A kam bërë ndere? A bën ndere ti? Nuk ma më se bën ndere. Ashtu duke. Në fakt, normalisht, bëj ndere dhe më kanë bërë ndere. Kjo është ajo që ka qenë një balans. Kështu që edhe bëj, edhe më bëjnë. Kështu që nuk i mbaj shënim, absolutisht. Sepse më shumë më vjen, si ta them, inat, vetëm nëse nuk më kthehet nderi tek njerëzit e mi të dashur. Pjesa tjetër jo, nuk më intereson. Diti ku kërkon një nder? Është e rëndësishme ku t'ja kërkon një nder? Një favor, një ndihmes? Po, absolutisht që posh, nuk mund t'i kërkosh nder kujdo. Normalisht do i kërkosh një personi që me të vërtet e ke të afërt dhe e din që mund të ta kthej. Pra, qëndruan prap e din që mund të ta kthej. Nëse ti nuk e di që Ermali ta kthen nderin, po. Do të sa rëndësi ka ta dish që Ermali ta kthen ose jo. Se ere pak në kurthin e të diturit apo jo, të kthimit apo jo të nderit. Që mund të ta bëj të doja të thoja. Ta bëj, okej, mi të do të ndryshon situata që mund ta bëj sa ta kthej. Është rëndësishme ku t'ja kërkon Klotilda nderin? Pa mirë, njeriu kërkon nder në momentin që është në vështirësi. Pra, vështirësia legjitimon vetëm nderin? Vështirësia është e para. Do të thënë se njeriu kërkon nder kur i duhet diçka apo jo, si për një vend pune, si për një shumë parash borxh, e të tjera, dhe në momentin që është zgjidhja halli, do të thotë që edhe në memorien e atij që ish bërë nderi duhet të gdhendet mirë ky nderi. Dhe po flasim prapë për në ndërgjegjen, se filozofët e famshëm botëror e kanë konsideruar ndërgjegjen një pushtet ose shtet shpirtëror, që nuk ka lidhje me në ç'epok jeton. Jeton në antikitet apo jeton në kohë moderne. Në kohët e 2006, kohët digjitale, kohët moderne. Ka njerëz me ndërgjegje? Patjetër që ka njerëz mirënjohës që e mbajnë mend gjithë jetën atë nderin që i ke bërë, edhe madje bëhen edhe të sikletshëm dhe të bezdisshëm, sepse ta përmendin, domethënë, më ke bërë këtë nder. Ka dhe si nga kjo anë, ka dhe si nga ana tjetër e mosmirënjohësve që jo që sta përmendin, por të kthehen kundër në momente të caktuara, sepse duket sikur në momentin që u ke bërë një nder, ti i ke superuar. Të dhe më shumë kjo kur ata të kthehen 2 fish, 3 fish më keq, të dhe më shumë, lë më shumë gjurmë, shënj. Patjetër, sepse kjo është mosmirënjohja është një gjë shumë aktuale sot. Që është një kostum i zakonshëm në gazetari, në ekran ti që hyn e del në ekrane mediume ka një mosmirënjohje të shtuar? Pa diskutim, në botën e medias është pa diskutim. Është një sëmundje e pashmangshme, e kohëve moderne, e raportit të nderit, mirënjohjes dhe mosmirënjohjes?
Po shiko se ndonjëherë nderi ngatrohet dhe mua shpesh më bie në fakt, bie në këtë situatë ku dikush kërkon diçka që ku është kurthi që ti ndjen një ngatres? Konvenon, për shembull, kërkon diçka të paligjshme. Ose kërkon të favorizohet në diçka për të cilën dikush tjetër mund ta ketë para ti. Po këtu është nder më tipik shqiptar, kur është i paligjshëm. Dhe ky është dhe përgjithsisht shoqëria jonë priret të konsiderojë nder këtë. Pra më favorizon mua kundrejt dikujt tjetër. Pra që tek radha. Unë të kërkoj nder të mos mbaj radhën, po mos mbajtja e radhës në një farë mënyrë ti ke disavantazhuar ose ke lënduar disa të tjerë që e kanë mbajtur. Në këtë kuptim, unë mendoj që këto janë ndere që nuk duhet bëhen. Nuk duhet të konsiderojnë ndere. Sigurisht që ne e gjejmë vete në këtë situatë, por... E kemi trashëguar, është pjesë e një regjimi, është pjesë e elementit tona dhe në Ballkanik, që duam ndere për gjëra që mbërqeu, që janë të pamundura, të parealizuar ose antiligjore. Që godasin dikë tjetër. Dhe sigurisht që kjo është për shkak të mungesës së institucioneve në përgjithësi. Pra, kur shoqëria nuk e ka të rregulluar me institucion problemin, përgjithsisht e ka të rregulluar pasaj me këtë pjesën fisnore, ose kush është më babaxhani, ose kush është më ovardari. Dhe ti i gjen atë personi dhe ai zgjidh tërë hallet tek qyteti jot, tek kadastra, tek gjendja civile, tek pronat. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që kjo është një nga deformimet e konceptit të nderit. Po sigurisht, pastaj, çfarë mund të bësh nder? Sigurisht nder mund të bësh kur jep oportunitete, jep besim për herë të dytë dikujt që mund të ketë dështuar një herë dhe ti i thua që po, ti vlen mundet që të rikuperohesh, mundet të ngrihesh, mundet që ta ndihmosh në një moment vështirë kur ka një problem caktuar familjar, një hall, para ose të mira që ti mund t'i kesh dhe por nëse do, e them edhe herë, nëse do që t'ja dalësh dhe të mos dëshpërohesh, do duhet ta ndash mendjen për të qenë altruist. Se vetmja mënyrë për të mos dëshpëruar nga të mirat që ti shpërndan, është që të mos presësh gjë, ta prezumosh që ti nuk do të presësh gjë, po gjithsesi askush nuk është imun nga të qenurit të dëshpëruar kur dikush nuk ta kthen, por gjithsesi është diçka mbi cilën ti evaluon dhe njerëzit pasaj. Sa mirënjohës janë, sa mos mirënjohës janë. A mundet që të rikthehet, se ka raste kur rikthehen, domethënë ti e bën derin, dikush ta bën derin mbrapsht, por rikthehet ta kërkoj për herë të dytë. Dhe në këtë kuptim është edhe një lloj matësi në shoqëri, po gjithmonë për këtë pjesën e mundshme të nderit. Vila, je sinqert më thua që ke marrë një gjë në jetë pa e merituar, pa ma e morë, vëlla, se njifse Klotildën edhe mirë bëre. Jena arrit me Klotildën të rjetën. Me thënë të drejtën... Si janë këto etiketimet që, për shembull, ti e ke shjeto për detyrë të ma bësh mua nderin, se ne kena ngrënë bashkë, kena pirë, jena arritur të ma bësh mua nderin. Kjo është ajo që me të vërtet dua dhe ta them shumë. Nuk kam marrë njëherë ndere pa punuar fort. Madje edhe kur kam dashur të punoj... Se 3 herë kam dëryer unë për të marrë absolutisht jo, për shkakun e vetëm se. Edhe kur kam qenë se unë jam një vajzë me 2 universitete dhe kur kam kërkuar edhe njerëzve edhe miqve që i kam kërkuar një vend pune, nuk është se sa do, nuk e vini në ujë në zjarë, kuptonë? Po se ka që nuk favorizohen njojet fisnore, familjare, shoqërore? Jo, për vetë aktu, që ka miqë edhe më të fortë se sa... Unë po flasë personalisht, kuptonë? Ata që kanë marrë vendin e punës. Jo, nuk po flasë, unë po flasë dhe me thënë në aspektin personal, kuptonë? Çfarë do dhe gjëje që unë e kam bërë vetë, dhe, okej, mund të kem mirënjohje për dikë që me të vërtet ma ka dhënë mundësin. Për shembull, aktualisht unë jam në real estate. Ma dhanë mundësin, më njohën me këtë lloj pune dhe unë vazhdova vetë, ngrita vete, ngrita... Po çfarë traume ke ti nëse me shkollat që ke, formimin që ke absolut edhe nuk vë diskurs asgjë në dyshim për këtë. Por, vendin e punës e ka marrë Klodi, sepse nderin ja ka bërë Ermadi apo dikush tjetër. Po, mua fare, nuk është se më pyeta do isha e sinqert në këtë pjesë, dhe me të vërtet jam shumë e sinqert në këtë pjesë. Unë ndere nuk më ka bërë njëri. Jam lodhur vetë, aq shumë, sa që shumë herë dhe më janë mohuar, dhe në fund ja kam arritur. Të mërzit ky stereotipi që gocat e bukura simpatike që ti je, nuk ja dalin dot pa ndere në jetë? Jo, pikërisht kjo doja të thoja. Duan të bëjnë ndere, po të duan të bëjnë ndere nga një anë dhe të marrin nga ana tjetër. Kjo nuk është ndere, pastaj. Transakcion. Kush ka qenë një ndere që ka guxuar dikush të artikuloj që donte diçka tjetër mbrapsht dhe ti ke thënë? Po kjo është shumë normale që ndodh shumë vajza, jo vetëm mua, ku do ndodh kjo lloj gjëje. Nuk është se unë do dal tani dhe të them që shiko se mundon mua. Jo, nuk po të them të më tregosh një rast që e ke
masakruar El Malpeqi dhe mirë ke bërë ati legendën që ta kërkoj këtë gjënë. Kushdo që ka tentuar është masakruar. E shtuar kjo që të kërkohen dere favore vajzave në... Kujdo çfarë do lloj vajze i kërkohet kjo lloj gjëje. Ka shumë vajza që me të vërtetë ja kanë dalur vetë, absolutisht nuk mohohet kjo lloj gjëje, por ka edhe shumë vajza që me të vërtetë ua kanë nxirr në këtë pjesë, kupton, sepse me të vërtetë të the një vajzë që është e mbajtur, që është simpatike, kushdo çfarë do lloj vajze, nuk dua e ka atë pjesën e stereotipit si që kam pasur edhe unë paragjykimin ekstremisht shumë. Për shembull, unë kam qenë gjithmonë vajzë që e kam mbajtur veten, ndoshta edhe pak më shumë, kam dashur të jem e mbajtur. Në momentin e flokun e ke mbajtur shumë gjatë para mikrofonit, të thash kaloj mbrapa dhe ti vazhdon ta kalosh para mikrofonit, po e rregullon për efekt video. Me delikatesë real estate, pra si vajzë e mbajtur gjithmonë e ke pasur këtë paragjykimin. Kam pasur edhe paragjykimet. Po, kam pasur gjithmonë paragjykimet. Po, absolutisht, paragjykimet janë në gjëja kryesore që hapësin vajzat të cilat janë, si thash, që janë vajza që e mbajnë veten, të suksesshme, domethënë se s'ka asgjë të keqe që një vajzë të mbahet. Nuk e kuptoj pse është bërë kaq. Nuk po kundërshtojmë. Kundërshtojmë fare këtë pjesën, po është gjëja më e mirë që mund të ekzistojë te një vajzë, të jetë një vajzë e arritur, e mbajtur dhe gjithatë mira. Pse duhet të paragjykohet? Ja të pyesim Klotildën, në ekran ku ke hyrë, ke dalë, ke bërë programe autorsi, një vajzë simpatike e bukur, që e hap gojën dhe artikulon, nuk po flasim për kategorinë tjetër që s'di të artikuloj. Ka gjithmonë debate këtë e ka si Klotilda, ka një nder nga Klotilda për këtë? Po, patjetër, paragjykimi është i pari. Po. Më thonë, një vajzë e bukur përballet gjithmonë me stereotipin e paragjykimit, që kjo vajzë është shitur diku, i është bërë nder nga dikush që i ka dhënë diçka në shkëmbim. Ku ka dhënë nuk është pa gjë, thot populli. Ndodh, po edhe legjitime kjo gjëja, apo është më shumë fashe themnare? Nuk është absolute, i fusin të gjitha në një tezë dhe kjo është pak dramatike për pjesën tjetër që punojnë fort dhe që lodhen shumë për t'ja dalë dhe për të qarë këto pengesat që u vjen ose shkopat në rrota që u vjen gjatë karrierës së tyre dhe kjo për shkak të pamjes. Pamja përkthehet këtu paktën në Shqipëri, si seksualitet, mungesë aftësie dhe inteligjencë, që në fakt nuk është fare vërtet, sepse një vajzë inteligjente për mua sot duhet jetë edhe e mbajtur, edhe e bukur, edhe e pashme, që të knajë syrin ati që e shef. Aq më tepër në punën tonë, në ekran e në medium. Aq më tepër në ekran që është pa diskutim e domosdoshme, mos them, do më thënë absolute, po them domosdoshme në disa programe kryesisht. Kështu që ky është një paragjykim që i shoqëron jo vetëm vajzat, por edhe djemtë e bukur, sot në ekran, futen në atë suazën e paragjykimit. Kategorinë të suksesshmëve. Jo vetëm të suksesshme. Një shoqëri të mbyllur, socialiste, në kuptimin e asaj që kemi pasur aty gjithmonë do dyshohet suksesi. Po tani nuk e dim suksesin, sepse ka raste që njerëz janë futur aty me mik. Me nder. Me ndere, i është bërë një nder nga dikush që është superiori në atë institucion. Ne nuk po themi që nuk ka. Do shta është kjo që të të migeni, sepse këtu është favorizuar gjithmonë ai i pari që ka mikun futet në vendet e punës, që dhe televizion. Po pra, është bërë legjitime, sa ai migeni këtu e nisi. Ka raste që një person që është i zotë e marrin se u duhet. Tani ti ishte në pozicione drejtuese. A do e merje të pari njeriu tënd se sa të hapja audicione për vajza prezentuese? Jo, patjetër do hapja audicione. Ka funksionuar gjithmonë shumë e ty? Patjetër do hapja audicione. Do hapja? Nuk do merje gocën e gjajës dhe mua të në gjajës? Jo. Patjetër që... Po se s'do jepte rezultate dhe kur është shoqëria hapur që matet, do me thënë suksesi është i matshëm, ka kërkesë llogarie, pra nuk kemi një shoqëri të mbyllur ku dikush është aty edhe nuk merr fund asnjëherë. Ti kur do ta vesh në konkurrencë, pra kur je në garë me dikë tjetër, do duhet se merr do çun e gjajës. Po jo, se ndoshta po bëhemi ne pak hipokrit për atë që na dek tani dhe thotë që edhe Migeni, po ti ishe një pozicion drejtues, do merrte, do favorizonte njerëzit e vet. Se ty do të merrte çuni dajës, do të thoshte ore, më ke mua, pastaj ke Ermalpeçin. Nuk është se ka, prandaj thash pak më parë që përgjithsisht në vende të cilat janë postkomuniste, të suksesshmit shikohen si njerëz të cilët ja kanë dalë aty mendimin e dikujt dhe janë aty në pa të drejtë. Sigurisht që për shkak të deformimit të madh dhe informalimit, një pjesë e madhe e shoqërisë ka përparuar dhe avancuar në këtë formë,
Po duhet thënë që i ka një pjesë e madhe e të suksesshme që ja kanë arritur të prosperojnë, me aftësitë e tyre. Por në të gjitha rastet, unë kam dëgjuar shpeshherë edhe për ne, për ekipin tonë. Ja kanë dalë sepse kishin ndihmën e këtij, ja kanë dalë sepse kishin ndihmën e atij. Dhe këtë përgjithsisht shoqëritë të cilët ose njerëz të cilët duan të justifikojnë apatinë e tyre, pra si të legjitimosh të rish në divan pa bërë asgjë. Është më mirë të besosh që ai suksesshmi është bërë nga dikush. Jo, po duhet të shohësh edhe njerëz. Ti ke ti aftësitë e ti, po fakti që ti nuk je aq i suksesshëm sa ai është sepse atë dikush e ka katapultuar. Dhe unë mendoj që ne kemi arritur në këtë fazë të shoqërisë tonë që përgjithsisht kemi kaluar nga fasha e atij tranzicionit të egër 90 ose gjatë periudhës komunizmit ku ty të kapnin dhe të zgjodhëm për t'ia dalë. Në shoqërinë tonë, disa parime, le të themi, të nuanca të kompeticionit janë vendosur dhe ti nuk mundet që ta mbash, edhe dikush nëse dikush të vendos në maj, nuk do e mbash dot. Po mirë, në këtë shoqëri që është shumë ngushtë lidhur me familjen dhe është një gjë fantastike. A është të vështirë të thuash mamit dhe babit tënd që unë nuk e ndihmoj dot Klotildën, edhe nëse ajo është gocë dajes, e tezes apo shoqëria më e mirë, po do të ndihmoj dikë që ja vlen. Pra, ke guximin të thuash mamit që se ndihmoj Ermalin se Klotilda vlen më shumë se Ermali? Ajo varet pastaj nga familja, kupton? Fëmijët, jo, nuk do e kishin problem. Absolutisht që ja. Do me thënë, nëse do kisha diçka në dorë, që ta kisha në dorë për ta ndihmuar, absolutisht do e ndihmoja. Të parëve do t'i bëje nder njerëzve të tu, të gjaku të fisit, të rrethit shoqëror, pastaj atyreve. Ti ndihmoja? Po. Në momentin që t'i jepet shansi për të ndihmuar apo për të dhënë një ngritje tjetër, do ndihmoje të tu të parë? Me të drejtën po, sepse edhe në fushën ku jam unë aktualisht, gjëja e parë sa më vjen një informacion ose diçka, unë kontaktoj njerëzit e. Pra shtëpitë e para që merr 9.000 metra katror, të parët ja jep njerëzve të tut. Ne i marrim Klotilda me 2.500 euro metra katrorin. Domethënë njerëzit e para ajo rregullon të vetët. Ky është tjetër lloj nderi. Kjo është nder kështu në kuptim. Ky është nder jetë. Kjo nuk mundon vetëm me personat e aftë. Edhe me klientët që vërtet më kanë ofruar besueshmëri, direkt ato i shënoj kështu, i vendos me yll dhe i marr direkt në telefon. Ai se kam një okazion me vrap. A bën të bezdisur kur të thonë aman tu bëfsha, po flasim në profesorin tënd, po jo vetëm. Nëse metër katrori është 1.500, ma çon 1.200, ndërkohë këto janë jashtë çdo mundësie tënde. Po ti duhet ma bësh se e ke për nder, do duhet ma bësh se ta kam bërë e duhet ma kthesh mbrapa. Bën një presion këmbgulje e vazhdueshme? Jo, sepse unë nuk kam nevojë fare për presion, sepse unë jam e para që filloj edhe dua tul çmimet. Jam gjithkohës, vetëm dua tul edhe jam okay në këtë pjesë. Po me 750 euro ja jep çunit të xhajes, e kuptova, ne marrim okazionet. Klotilda, ke fshirë një lajm, i ke bërë nder Ermal Peçit dhe ai pastaj s'ta ka vlerësuar, bëj nder gjeqe der, ka pasur raste që ke thënë, po unë bëra çmos ta ndihmoja dhe ja ai nuk më dha minimumin mbrapsht. Nuk kanë qenë kaq bilance, jo? Jo, nuk mendoj që ka ndodhur situata që unë i kam memorizuar dhe që nuk i harroj asnjëherë. Situata të momentit se dihet kur del një lajm që mund të të prish edhe imazhin, natyrisht që një njeriu që ke pak muhabet dhe ke bisedë dhe ke njohje, natyrisht që dhe mund të japshish një lajm të tillë. A është korrekte kjo përballë njeriu që nuk ka njohje me Klotildën? Pra përballë Ermalit që ti e njeh dhe ja fshi lajmin, dhe përballë një Ermali tjetër no name. Jo, unë mund ta bëj për çdo lloj njeriu që mendoj që i është cënuar paksa privatësia dhe është më tepër se sa duhet për ta mbajtur në këtë realitetin. E ke bërë? E kam bërë. Pra nuk ka filtrat se është VIP-i apo jo VIP-i? Nuk ka lidhja. Unë e bëj sepse e mendoj si për veten time dhe kur më është dukur e arsyeshme mund ta kem bërë, por shumë rrallë. Raste shumë të rralla. A është një moto kjo që ndoshta na shpëton ta bëj të nderin se e mendoj si për veten time që ndoshta do vi një moment do kem dhe unë nevojë dhe do më duhet. Është një mënyrë motivimi kjo se ndoshta në lëkurën time do më duhet Ermali një moment të dytë? E tham që në ndërgjegja është aty. Ti gjithmonë kur e bën diçka e bën se mendon do të kthehet mbrapsht, ta kesh mirë me këta njerëz sepse nuk e dihet bota është me rrota dhe ka ndodhur që të përball jeta me njerëz që as ta ka marrë mendja kurrë se mund të përballte dhe atëherë ke thënë sa mirë pas kam bërë dhe këtu funksionon intuita. Intuita që vjen edhe nga eksperienca jetësore, që sa më shumë eksperiencë, sa më shumë t'jesh... Mendon që është barometër eksperienca jetësore, vitet mbi shpatulla që të bëjnë alert më shumë ndaj njerëzve... Më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm edhe më zemërhapur.
më zemër hapur, mendoj unë. Kujt i ndodhe kundërta, pastaj hyn tek njerëz që nuk e kanë shpirtin ndaj të mirë, po në përgjithësi një njeri normal mendoj që bëhet më zemër hapur me kalimin e viteve. A është mirë me dal nami që bën ndere, apo pastaj abuzojnë me të? Me dal nami Migen, që Migen në merë direkt sa ai ta zgjidh, ai ta bën një nder. Po jo, kjo nuk është... Ka një nam që mund të kthehet bumerang? Është pushtet. Është pushtet? Është pushtet në shoqërinë shqiptare. Shpeshherë po. Shpeshherë ky është pushtet edhe përgjithsisht njerëzit abuzojnë me këtë, duke mbajtur satelit njerëzit të cilët në orbitën e tyre, sepse i mbajnë me këtë frymën që ai bën derë dhe rin afër dhe pozicionojnë veten, është edhe një lloj statusi social në shoqëri. Po unë mendoj që vjen me një mallkim të madh, sepse jo çdo nder ti mund ta bësh, që do të thotë për një kohë afat mesëm ti mund të jetosh i lumtur nga njerëz të cilët sillen për shkak të nevojës. Po në aspektin afat gjatë kam përshtypjen që e ketë garantuar që do zhndrohesh në një figurë të urryer edhe le të themi ne në shqiptarët i kemi vlerësojmë këto traditat kur themi që kur ikën nga kjo jetë askush nuk do kujtohet për ty. Edhe kam përshtypjen që mënyra më e mirë është që ta shtrish këmbët sa ke organin. Do më thënë, të japësh ato oportunitetet, të japësh atë suport, për aq kohë sa ke mundësi dhe ata ta meritojnë njëkohësisht, sepse pastaj bëhet... E ke problem të dalin nami që ti bën ndere, apo është mirë? Do të thoya një batut lidhje me këtë. Janë disa njerëz që kanë biznese dhe kanë vërtet lek. Kur del nami që kanë shumë lek, dy ndër njerëzit aty duan të marrin borxh, edhe nëse i vëre shumica atyre shiko se kanë qenë keq nga lekët këto kohë dhe janë gjatë kohës. Po nëse lista është e gjatë që i kanë dhënë pa punë, mos po merrni më në telefon. Kjo është e vërtetë. I nxjerrin vetë namin vetes që nuk janë më të pasur. Jo, s'kemi më lekë tonë, se në vërtetë duhen dhe natë. Te lekët këtu ndryshon muhabeti, ndryshon çështja, jemi bërë më skeptik me dhën borxhe, me dhën ndihmesa financiare. Unë çfarë kam dëgjuar jep lek borxh? Unë? Po? Vetëm tek njerëzit që i kam shumë të afërt. Jep, direkt, pa menduar dyre. Tek njerëzit që kam të afërt. Pa rrethi ngushtë familjar, nëse dikush i bie telefoni tani, kërkon një X shumë e ti e bën, pa menduar dyre. Po, brenda kapacitetit tim, po, absolutisht. Pa sa mundem, absolutisht që pa. Në momenti që s'mundesh, po do duhet japësh një përgjigje politike korrekte Klotildës si e bën, si ja bën? Nuk e? Është sikleti i madh ky i lekut, të ka ecur. Klotilda, njerëz që kërkojnë lek në mënyrë të paturshme se më detyrohesh. Më detyrohesh. Hyn tek, sërse mund të ta thonë ashtu, por që kam përshtypjen që dhe kjo hyn tek ajo nevoja e momentit e një personit caktuar. Ti ke dy njerëz që mund t'i marrësh telefon tani të kërkosh lek borxh, apo nuk është në natyrën tënde? Kërkon lek borxh? Banka më pse i fut. Banka jo fare. Jo, nuk më. Banka ka interesin e lartë. Sa e ka interesin banka ti marr Klodi 5 të marr 15. Jo, nuk besoj që jemi në këto ujëra, po është pak. Është e rëndë të kërkosh borxh? Unë kam shumë problem. Ka pasur periudha për shkak që kam qenë me shumë pak lekë dhe kam thënë më mirë di që shtyp me kaq se sa kërkoj borxhe. A është më e rëndë të kërkosh lekët e tua nëse ti ja jep Klotildës disa lekë dhe ajo nuk... Tash edhe një batut tjetër. Jo, se kjo pastaj shqiptarët kanë edhe turp të kërkojnë lekët. Pra unë i jap lek borxh Klotildës, nuk i shkon ndërmend të më japi dhe unë kam turp t'ja kërkoj lekët e mia. Pra, i them tjetrit që kam një hall për me marr lekët e mia mbrapsht. Që është një hall i shtuar? Ka turpi në këtë situatë bëhet? Po. Je djegur në këtë rast që ke dhe lekë dhe s'ti ka kërë? Jo. Turpi në këtë rast bëhet shumë valle kombëtare? Pra të kesh turp të kërkosh lekët e tua? Nuk kam dhënë dhe arsyeja pse nuk jap është sepse kam turp t'i kërkoj. Madje jo vetëm turp t'i kërkoj brenda afatit, por edhe kur personi më del në kohën jashtë, domethënë në kohën e dur më vjen një lloj siklete se më duket sikur atë po e vjen në vështirësi dhe ai po duhet të më justifikoj diçka mua që të më tregoj se si e ka pozitën e vet. Kështu që e shmang sa të mundem këtë pjesën e lekëve, megjithatë edhe shoqëria shqiptare duket që e ka gjetur në një farë forme për të mos... Ka një rëtit drejt bankës sua? Ka banka që merr pak, ka banka që merr shumë, edhe kam përshtypjen që është transferuar pak kjo. Sigurisht që vitet më përpara ka qenë më e theksuar, po tash sa vjen edhe kam përshtypjen e më i çliruar për këtë pjesë, por megjithatë është një siklet i madh. Për mua do ishte jashtëzakonshme të kërkoja, domethënë do i kisha të pamundur. Megjithatë në jetës asnjëherë nuk i dihet si vjen edhe ka gjëra që të mposhtin pavarësisht tentativave luftës që ti bën për t'ia dalë dhe në një moment caktuar ti edhe mund të kërkosh. Ne kemi parë GoFundMe, kemi parë gjitha rastet që edhe këtu po dalin raste abuzuese, kërkojnë GoFundMe, po marrin vesh të po shkojnë. Ka raste abuzuese sigurisht, por
që në një moment caktuar ti mund të kesh nevojë dhe unë jam shumë i lumtur që ne jemi pjesë e një shoqërie që përgjithsisht për raste ekstreme jemi treguar solidar dhe kjo është një hap shumë pozitiv. Është një element që ka mbetur ende, se ke vende shumë europiane që ti pretendon as ta mendosh të kërkosh lek borx Klotildës, ajo thot ti si djalim, se vajza ime, si e prindi im, as nuk ke shanse ta mendosh. Është situata më e rrezikshme në çift, në një lidhje sentimentale ku përmendet nderi, është arm kontrolli nderi në çift? Nderi, edhe morali. Jo, nuk e kam vetëm tek morali, se është histori më vete. Janë dy fjalë me kuptime të ndryshme. Isha tek deri i parë, jo tek deri i moralit. Pra ne jemi në çift dhe unë gjithkohës të kujtoj çfarë kam bërë për ty. Është një arm kontrolli apo jo? Apo është normale unë ta legjitimoj, Klotild, kam quar këtu në pushime, kemi shkuar bashkë, ato çatat i kam blerë unë, ato gjërat i kam bërë unë, është një arm kontrolli kjo? Qyqa me që në kështu marrëdhënie. Tani, po, çfarë marrëdhënie mund të ishte kjo? Se ti po i thua të gjitha këto dhe unë po imagjinoja tani një skenë çifti që zjen me njëri tjetrin. Që përmendin njëri tjetrit gjërat. Nuk është një çift UFO, është një çift shumë i zakonshëm në Tiranë, apo? Mendoj që kjo ndarja e faturave është bërë pak stil jetese në çiftet shqiptare dhe që këtu ka një lloj pisliku në një marrëdhënie, mendoj unë, sepse që aty ti mendon që i ke gjërat e ndara dhe mendon ndarjen para se të finalizosh martesën. Patjetër që po arriti në këtë pikë, unë them se është në prag ndarje një çift. Mendoj unë një çift normal. Pra nëse unë arrit të legjitimoj apo të artikuloj nderje që të kam bërë ty si partnere, apo ti mua? Po, qofse artikulohet kjo, për mendimin tim aty s'ka dashuri më. Një mashkull që të përmend çfarë ka bërë për ty non-stop, apo ti që ja përmend çfarë ke bërë ti për mua? Kjo e dyta, në qoftë se, po, më ka ndodhur që më përmendësh mua ç'ke bërë, apo të më përmendësh çfarë kam bërë unë për ty? Jo, më kam bërë në fakt në inat e sipër, normalisht që... Inat e sipër, ja ke numëruar gjitha. Ti kam numëruar, do me thënë, kam bërë këtë, absolutisht, e kam bërë të ndjehet keq, po pastaj jam ndjerë keq vetë. Po janë gjëra që në një lidhje janë normale, për mendimin tim, sepse është ajo intensiteti... Normale kur bën macja dhe miu në sherë, apo se Klotila tha një gjë shumë të bukur, kjo nëse bëhet zyrtare serioze, ka marrë fund lidhja, mendon Klotilda, ti mendon që ka marrë fund nëse unë ja përmend, ti ma përmend njëri tjetrit? Po tani edhe prindërit tanë kam bërë kokë. Në përshpi gjithmonë. Unë mendoj se këto hyn tek ato fjalët e fundit që një çifti thonë duhet i përmendë. Ti nuk mendon kështu? Jo, nuk e sepse në fakt edhe i kam përmendur. Pra ti ja ke përmendur bujarit tënd gjithë mirat që ke bërë. Kam bajtur të muaj në park, do të thënë janë ca gjëra që bëjnë janë edhe familjare edhe në lidhje janë ca gjëra që me të vërtet janë në të momentit. Kupton, nuk është se duhet i marrim kaq. Po pra, jam shumë kurioz. Në optikën tënde një mashkull që ti përmend, ka alert toksiciteti, alert partnerit të rrezikshëm? Të rrezikshëm këtë kur ti e do, e ke qef të gjën? Jo, thjesht janë zënë ka për mendimin tim. Thjesht janë zënë ka nuk është për t'i marrë. Varet ose ka lloj-lloj personash të cilët janë akoma dhe më keq kam gjuar raste që i kanë marrë mbrapsht. Ato që i kanë dhënë? Po, i kanë dhënë. Qishtë të apartamentet, shpirt, me lër pak të... Direkt të noteri, këmë. Pastaj janë situata, në çift është situata më komplikuar? Jo, nuk... Me përmend në partneritet, çfarë kam bërë dhe çfarë do bësh? Kam përshtypjen... Ti se imagjinon dot, e kuptova. Kam përshtypjen që nuk do imagjinoj ato. Po, më vjen mirë që edhe kur u përmend në situata që jashtë kontrollit. Pa një situatë normale, kjo nuk mundet që të ndodhë dhe nuk duhet të ndodhë, sepse mendoj çfarë marrëdhënie do jetë kjo pasaj kur ti e bën se kjo kalon marrëdhënie vasaliteti pasaj. Po pra, ka një risk që Viola thot ne jemi rritur me prindët që na thon të kam bë kokën. Domethënë ne në tërsi... Gabim jemi rritur, por në ka rritur shumë. Ne kemi trashëguar këtë shprehje në shtëpi. Unë tani jam prind veti, 2 fëmijëve, dhe beje sa do të artikuloje këtë shprehje vetë fëmijët e tu? Kam bërë kokën, më detyrohesh? Do me thënë, ndonjëherë bëhet e pashmangshme nga mënyra se si ne jemi rritur, për t'i numëruar fëmijës, po unë e kam kuptuar që ky është një proces jo edukativ. Edhe ne mundohemi sa më shumë që të dalim nga këto lloj mëndësisht dhe mënyra se si ne jemi rritur për të mos ja transferuar brezit të ri. Po që tani të bëjmë si alien që nuk ka ndodhur, kjo sigurisht që nuk është kështu. Por duhet të regohesh i kujdesshëm dhe i matur, sepse
është një proces që imagjino ti i tregon varësim, është një lloj diktati, është një lloj autoritarizmi dhe këtë përgjithsisht e kanë përjetuar në shoqërinë tonë gratë. Pra përgjithsisht burrat nuk e kanë konsideruar ekip familjen. E kanë konsideruar unë të kam bërë me shtëpi, unë të kam bërë me rrobat, kam bërë ku të mora unë ty ti ishe pas një gjë, shiko ku të shpura, të gjeta dhe vendin e punës dhe shiko si më sillesh ti tani. Ore të bëra njëri, sa herë kanë artikuluar, unë të bëra njëri. E gjitha kjo si strukturë, kjo është strukturë autoritarizmi, pra si ti të vendosësh autoritetin të ta sundosh mbi dhe kjo po e aplikove te fëmia, nuk është se ndryshon strukturë. Sërish ti po bëhesh një diktator i vogël kundrejt fëmijës. Unë jam për një lloj demokracie dhe një lloj kështu liberalizmi. Demokraci, po bëjnë gocat më shumë dere se çunat apo nderi i ri burrave? Besoj deri normalisht burrat në favore, pra po themi, mos na shkote morali se na odhe nerë me këtë deri tani, se tani kanë ndryshuar çik kohët. Edhe femra bën dere. Bëjnë? Po, absolutisht. Po thonë që femrat kur bëjnë ta përmendin në sekond. Burrat nuk merren me këtë gjën. Pra një burr i vërtet nuk ta përmend, është e vërtet? Gocat kanë tendencë ta përmendin? Kanë tendencën pak më shumë. Klotilda, ta sinimaj të undës kur ndihmoni? Gratë kanë natyrën ta përmendin? Për shembull në shtëpi pjatat më lahen, rrobat më lahen, fëmijët i mbajnë. Dhe të gjitha këto po fillove i numërove, më kupton se duhet i llogarisni tek këto të voglat, se nuk janë vetëm dere që bin gratë në kuptimin. Nuk është derë të lash enë të ndihmoj unë ty o shpirt, i laj unë derë të bërë, një kuptimi që është... U të ditë ti la, ke për të ty lash enët edhe më të zjatë. Jo, po më duk... Përpishem edhe... Ke çuditshme që e quajti derë. Jo, në kuptimi, tash po doni që ta kalkuloni, se po doni të llogarisni vetëm dere që gjej vend pune apo s'gjej vend pune, është... Nuk është një artikulim që duhet bërë, që burri të thotë lava enë dhe është derë. Jo? Nuk e quaj, Të trem, jo? Jo, po kështu jemi mësuar, i kthehemi tek ajo pjesa, kështu jemi mësuar. Më bëri më shumë për të qeshur se më duket derë shumë i vogël, më kupton? Okej. Gocat kur bëjnë dere i numërojnë në ore sekond, janë më të llatashme se burrat. Burri po e bëri, nuk ta përmend? Varet, unë njoh vajza fisnike që nuk e përmend. Nuk e ka përmendur. Asnjëherë. Dhe si ndodhte kundërta burra që nuk janë as pak fisnik, që e përmendin këtë që the pak më parë, që unë të kam bërë njëri, mund t'i thonë dikujt, unë të mora nga hiçi të bëra dikush, dhe në realitetin shqiptar kemi parë shumë çifte të tillë. Kemi parë shumë burra të pasur që kanë bërë njëri, gruan e tyre dhe pastaj janë ndarë dhe kanë thënë, unë e bëra njëri. Po. Që janë raste shumë ekstreme dhe të frikshme për mendimin tim, që nuk duhet fare të konsiderohen, sepse... Po, ka pasur tendenca që ndonjëherë janë bërë modele, ka të drejtë Klotilda, personazhe VIP që e kanë turbetuar të... Po pra, shumë me sepse unë e kuptojnë tërmjet njëri tjetrit, ja përmendesh njëri tjetrit në diçka në shtëpi, që nuk të dëgjon dikush, është normale. Në kuptimin po ja them unë që është normale, të vjen sepse jo po zihesh, jo po një debat, ndodhin, po jo tani të dalësh ti edhe ta tregosh. Po besoj që në kafe ke dëgjuar shumë goca që thonë që Klotildën e bëri njëri Ermali, fatkesisht. Po pra, kjo më duket që shumë e frikshme dhe e dhimbshme njëkohësisht, sepse nuk mundet të dalësh ti për dikë që vërtet e ke pasur, të dalësh dhe t'ia tregosh sepse është një formë ulse edhe për ty. Për ty më shumë. Okej, kam disa shprehje, po e nis me ty, Viola, e shohim në lehtë, do ta lexoj edhe unë për ty ta bëj jetën më të thjeshtë dhe më të bukur, me që do na ulesh me të katrorin, do na japësh pak më lirë shtëpinë. E para për Violën, më thuaj nëse je dakord ose jo. Lexojmë tani. Më tregoni shprehjen për Violën që thotë: nëse ta kujton çdo të mirë që të ka bërë, nuk ishte zemër, ishte llogari. Nëse ta kujton çdo të mirë që të ka bërë, ja, varet nga momenti. Një njeri që ta bën shpesh non-stop, dëgjoj se ta kam bërë, unë ta kam bërë, unë ta kam bërë, nuk është llogari? Nuk është zemër. Nuk është zemër. Jo? Dëgjoj mua nuk është zemër. Po pra thash në varësi se si ndihet, se unë jam i çik te pjesa, se unë i them gjërat shumë sentimentalisht, prandaj. Je shumë emocionale. Jam emocionale për këtë. Duket se ke abuzuar vetë. Kanë abuzuar me këtë ndjeshmërinë tënde? Kanë abuzuar? Jo, kam abuzuar. Jo, po të tjerat kanë abuzuar, duke marrë të mishën që Viola është emotive, ndjeshme, emocionale. Jo, se kur vjen momenti, absolutisht që ja. Diti vë shpikat bi. Por që unë vetë jam i çik po, absolutisht. Okej, mi shkojmë tek Migeni, lexojmë pak të Migenit, më thuaj nëse je dakord, pro apo kundër, lexojmë tani shprehjen e radhës për ty që thotë: ka njerëz që të ndihmojnë një herë dhe ta kujtojnë gjithë jetën. Ama vetëm një herë. Kjo është e tmerrshme.
Dhe kam përshtypjen ktheja një sa më shpejt kushdo qoftë ky edhe të shpëtoni, se nuk ka rrugë zgjidhje. Është një parë që rëndon shumë që ta kujtoj non-stop. Nuk është se s'ka pasur të këtillë, edhe në rastin tim, unë ja kam thyer 2 fish vetëm që të çlirohem nga kjo. A jeti budalli në këtë histori nëse rikthesh prapë në këtë histori me këtë person? Jo, patjetër, po ndodhi për herë të dytë, e ke fajin vetë, as diskutoj. Okej, Klotild, më thoni çfarë kemi për Klotildën, e lexojmë tani nëse e dakord ose jo nga ata që na e përmendin ore sekond tek një shprehje e radhës për Klotildën, që thot: favori përmendur shpesh kthehet në poshtërim. E diskutuam. Ti thua, a ndodh apo a më ka ndodhur mua? Në të dyja rastet me Jo, thuaj. mua s'më ka ndodhur. Nëse Por do ta ndodh. bëni, do ta ndjeje në peshën e poshtërimit për të ulur dikë, ta thuash e ta bësh shpesh të gjën që ja ka bërë Klotildës të nder. Jo, unë Ka një tendencë për ta poshtëruar në këtë formë tjetrin? Po, është qëndron si shprehje dhe mendoj që ka njerëz që e bëjnë. Që kanë gjuhë të tyre të marrëdhënies? Sidomos kur dikush arrin gjëra në jetë dhe e përmendin her pas here që shiko se unë e kam njohur në kohën që nuk ka qenë askushi dhe domethënë ekziston si shprehje. E gjejmë në realitetin tonë. Kur ti ke qenë jo në këto pozita që je tani, edhe ke pasur nevojë për ndihmë për njerëz siç të gjithë kemi. Pastaj e bër dhe është kjo që thot Klotilda. Ta përmendin se ka qenë atëherë dikur, është shumë lënduese kjo rikthimi back në të shkuarën ku ke qenë e parealizuar? Është lënduese normalisht. Edhe normalisht nuk do doja kur Mund ta kalosh edhe me një falemnderit. Mund ta kalosh? Mund ta kalosh me një falemnderit, ta kujton. Ja mes dignitetit dhe falënderimit, çfarë zgjedh njeriu mes dignitetit dhe falënderimit? Jemi duke u lënduar mbas gjithë këtyre. Shiko, po nuk ta thon të gjithë në sy, duhet fare edhe kjo. Ndonjëherë po, e vërtetë është. Kjo Prandaj po them, her pas here përdor si tash e them, e thon kur ti nuk je prezent. Pra nuk ta artikulojnë përballë, nuk ta thon përballë. Kjo nuk ndodh që ta ashtu, por normalisht kur dëgjon nga të tjerët. Po, e përhapin si lloj opinioni publik për ku ju edhe prishja imazhit aty. Pra ka një tendencë me prish imazhin e Ermanit apo Klotildës duke artikuluar këtë histori, që dikur ka qenë Kjo është një gjëra shumë pse duhen njerëzit i thonë, njerëzit shumica, qa për rase, sepse unë jam edhe shumë në marrëdhënie me Instagramin. Media sociale. Në rrjetet sociale, po. Edhe me të vërtetë është shumë e rëndë, kur futesh në njerë shef ca komente pa pik lidhje. Të tipit, çfarë ka lënduar apo mërzitur për shembull? Që ofendojnë, pa të njohur. Kjo është ideja, që nuk të njohin. Edhe se të njihnin është tjetër gjë, do me thënë, okej. Do shta rikthehemi në atë që tha Migeni, që modeli i njerëzve të suksesshëm në këtë vend është që janë aty pa e merituar. Lloj komentesh, në vërtet njerëzit e kanë, dhe ajo që mua më lëndon më shumë nga të gjitha, është pikërisht fakti që të vinë ndonjëherë disa komente nga gra që nuk pse. Që dyshojnë suksesin tënd, dyshojnë arritjet tua. Suksesin, po që të ofendojnë. Ose nuk është shumë ti kështu. Ndërkohë foto e vetë e profilit është më rëndë, akoma më keq. Ti zgjeti demaskosh apo? Këtu doja të dilja. Unë i fshi. Okej. Si fillim. E dyta... Blok. Blog që jam mbushur blog. Dhe e treta pastaj demaskim. Sa që them në herë të mblokojt Instagrami. Dhe ndonjëherë mund të ndodhur një atyre që i kam postuar. A ke menduar ndonjëherë një nder që je bindur që do thoje tani, a jenë Terezi që ma kërkon, ka disa nder që duken qesharake? Jo, tani nuk po më vjen ndonjëherë. Jo, ka ndonjë nder që të duket e tepruar? Të kërkoj unë lek borxh për pushimet e mia verore, për shembull, aman më jep? Kjo më është dukur gjithmonë e çuditshme. Unë kam një qasje shumë e zakonshme. Kam një qasje shumë racionale në mënyrën se si pra të bëj një jetë që se kam, po ama më jep ca lek se më detyrohesh, po... Ne jetojmë në shoqërim për të dukur dhe përgjithsisht njerëzit kërkojnë shumë ndere për të dukur dhe bëhet shumë e pakuptimt se si mundet që ti të konsumosh një nder, të kërkosh një favor, vetëm që të dukesh. Dhe që do zhytesh më keq pastaj, pasi të këtë mbaruar këtë gjë. Absolutisht po, dhe mendoj që këtyre lloj duhet t'ju shmangesh, sepse nuk ka asnjë kuptim, mandje e ndihmon, i bën më shumë nder dikujt që të kërkon një nder të tillë, nëse e refuzon. Zhytem në borxhe për të bërë një jetë më të bukur se Klotilda në Instagram e të jo?
Po, nuk besoj se Po, kam tregojnë gjuar dhe kredi. Ka raste. që unë do ikim me pushime dhe më duen ca paras. Besoj se artikulojnë kështu. Ka raste kur për shembull unë kam një makinë, po duhet ta bëj makinën më të mirë, më kupton? Dhe ti thua standard është kalosh nga më kem me makinë, jo nga makina në makinë. Kështu që nuk ka kuptim ty Nuk se është një provokime pasere për ndere. Më ke ca ndere borç. Diskursit që do të na ndjekë, u kënaqa, faleminderit Klotilda, faleminderit ishit me mua. Ndere ose jo është një çështje që vazhdon jam i bindur në shtëpi. Rikthehemi pas pak, mos u largoni.